Qindra nxënës të sistemit parauniversitar dhe këtë vit të ri shkollor do të vijojnë mësimin me 2 turne. Zhvillimi i zgjedhjeve lokale gjatë qershorit ka sjellë një ngadalësim të punimeve dhe shumë shkolla të vendit janë në proces rikonstruksioni. Problematika do kemi në rrethet e mëdha pasi ende nuk kanë përfunduar shkollat të cilat fatkeqësisht janë një pjesë në rikonstruksion për arsye se kanë filluar me vonesë për shkak edhe të fushatës pushtetit lokal dhe të zgjedhjeve lokale. Firmat kanë punuar më me ngadalë, po do doja shumë të gjeja mirë kuptimin e tyre dhe t'ju bëja thirrje edhe kryetarëve të bashkive të marrin përsipër me partneritet të fortë me Ministrinë e Arsimit, vendimarrjet për të përshpejtuar punimet për firmat të cilat janë duke punuar, të ndihmojnë për kushtet e emergjencës. 3 ditë para fillimit të vitit të ri shkollor në arsimin bazë janë regjistruar 306.000 nxënës. Për herë të parë, Ministria e Arsimit po ofron mundësinë që nxënësit të cilët kanë përfunduar arsimin bazë të mund të vijojnë gjimnazin part-time, si në arsimin profesional dhe në atë publik ku deri më tani janë regjistruar 256 nxënës. Edhe një pjesë të atyre të rinjve, të cilat janë nga shtresat marginalizuese ose për arsye nga më të ndryshme kanë pasur problematika, do të jetë sistemi part-time, i cili është sistem part-time shtetëror, nuk ka sistem part-time privat, po ja u bëj me dije sepse të gjithë sistemi part-time privat është mbyllur që vjet. Në të gjitha shkollat e vendit ka vijuar shpërndarja e tekseve. Ka mungesa vetëm në 10% të titujve, të cilët brenda muajit shtator do të jenë në duart e nxënësve.